Foshnja në lavatrice. Një zgjykimi për rastin që tronditi opinionin në Kosovë. Në gjykatën themelore të PES ka nisur seanca fillestare që për rastin skandalos që ndodhi në spitalin e përgjithshëm të PES. Ngjarja trondince kishte ndodhur në dhjetor të vitit 2022 në raportin e gjinekologjinë të këtij spitali. Të panderu ginekologu SI dhe infermeria LA janë paraqitur në seancë pa mbrojtës ligjor. Paguajtësia e madhe stafit mjekësor çoi një tragedi të paimagjinueshme. Një fosh një vdekur përfundoi në lavatricën e Shaçavrëve, dhonxër plendej copa. Parasish përpjekjeve për ta mbuluar rastin, familjarët kërkuan policinë duke shuar çështën përpara drejtësisë. E kam kuptuar akt akuzën, nuk kam nevojë për sharrime, ka thënë të pandeurit, ginekologu dhe mamja e spitalit. Ata po ashtu janë deklaruar të pafajshëm, të panderu urdhën afati kohor prej 30 ditësh për të kundërshtuar provat.